Ministria e Mbrojtjes informon se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 32 vatra zjarri në vend, nga të cilat 6 mbeten aktive dhe 4 janë në mbikëqyrje. Në operacionet e dielshme janë angazhuar 726 forca operacionale dhe 44 automjete zjarrfikse, ndërsa forcat armatosura kanë mbështetur operacionet me 270 efektiv, 5 automjete zjarrfikse, 4 helikopter dhe 2 avion air tractor. Në Gojan Xhexhan Puk vion operacioni i përforcuar me 190 forca në terren, 32 efektiv MZZ me 7 mjete zjarrfikse, 13 punonjës të shërbimit pyjor, 60 punonjës të shërbime vendore, 45 vullnetar dhe 40 efektiv të FAS. Në mbështetje janë 1 eskavator, 1 mjet zjarrfikës dhe 2 helikopter të FAS. Në Ten Mirdit operacioni vijon me 30 efektiv të FAS, mjete zjarrfikse dhe bashkisë Mirdit, shërbimin pyjor dhe strukturat vendore, por aktualisht nuk ka rrezik për banesat. Në Dukat Vlorë vatra vijon aktive por me intensitet të ulët. Sot operojnë 77 forca dhe nuk rrezikohen banesat. Në malin e Dajtit Tiranë një pjesë e vatrave është izoluar plotësisht, ndërsa sot vijon ndërhyrja në vatrat e mbetura me 30 efektiv të FAS dhe nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në Bërshik Klos, pas vënies nën kontroll gjatë natës, janë riaktivizuar disa vatra për shkak të erës. Në operacionin e deri tanishëm janë angazhuar 85 forca, përfshirë 30 efektiv të FAS si dhe mjete zjarrfikse. Në Shtuf Mirdit vatra mbetet aktive dhe ndërhyrja vijon aty ku mundson terreni, ndërsa pjesët e thepisura vështirësojnë përdorimin e mjeteve zjarrfikse.